Përshëndetje njerëz, përshëndetje gocat e mia. Mirë se keni ardhur në kanalin tim. Atëherë, për ato që nuk më njohin, unë jam Romilda. Nga t'ja filloj. Siç mund ta kuptoni edhe nga titulli, unë sot do flas për shtatzanien time, për lindjen time, si kanë qenë ato kohë. Kam vendosur t'ua tregoj pasi përveç se kam marrë shumë mesazhe në Instagram që Romilda pse nuk na flet më shumë për këtë gjë. Në fakt e kam bërë, në mos gaboj, e kam bërë një video një herë në TikTok ku kam treguar pak a shumë për pjesën e lindjes, por jo shumë. Jam disi e rezervuar unë si tip, me thënë drejtën, edhe në TikTok nuk është se tregoj shumë. Dhe me qenë se këtu jemi në një platformë që themi është pak më nuk e di si ta quaj, ku mund të flasësh më lirshëm, por ndoshta nuk je edhe aq se di, ku nuk merr aq shumë komente negative, të themi, sepse ndonjëherë këto komente negative janë ato që të stopojnë që ti të thuash diçka shtesë për veten tënde, sepse mendoj që njerëzit mund ta marrin për dobësi, për shembull. Dhe prandaj unë vendosa që ta tregoj këtu në YouTube. Do i përmbledh të dyja në këtë video, edhe kam marrë pak qumësht, është qumësht i ftohtë, nuk e di, mua më pëlqen shumë ta pi qumështin e ftohtë, edhe duke qenë se nuk e kisha pirë kolagjenin tim, sot e hodha këtu, thash, ok, do ta pi tani. Tani, vazhdojmë. Gjithashtu, do ndaj me ju edhe një sekret që këtë nuk e kam treguar as me një vend, edhe besoj se jo shumë njerëz, po thu edhe nga familjarë, domethënë, nga familja ime, e din këtë gjë. Ndoshta për disa nuk është ndonjë gjë që mund të mbahet e fshet, por unë nuk e di, e kam ruajtur deri tani në ato gjërat e mia, edhe okay, mendoj se erdhi dita për ta thënë, sepse shikoj që shumë goca, domethënë, e vuajnë, nuk e di nëse do jetë fjala e duhur, por kam parë që shumë goca, pasi ndodh kjo gjëja, kanë frikë të ngelin sërish shtatzane. Do thoni ju çfarë? Atëherë, po e nisim. Nuk e di, uroj që kjo video të shkoj pa u ndërprer deri në fund. Kemi Zori në gjumë, uroj që mos më ndërpresi, se dua ta hedh kështu siç është video, pa e edituar, dhe nuk do ta editoj fare. Atëherë, fillojmë nga njëshi, nga zero, quajeni si të doni. Okej, se kjo është pak, akoma e kam edhe unë pak kur e mendoj, më dhem pak, me thënë të drejtën. Gjithsesi, ata që unë nuk kam mbajtur sekret të gjithëve, do thoja, është që përpara se unë të ngelja shtatzane me Zorin, unë kam pas një shtatzani tjetër, do me thënë. Pata një abort spontan të quajmë, nuk e di si mund të quajmë, sepse nuk më dhanë, nuk është se ka marrë ndonjë, edhe unë shikoj her pas here Zorin këtu, nëse më shikonin që i ul syt, edhe rikthehemi aty ku isha, edhe unë nuk është se ka marrë ndonjë përgjigje, tamam përgjigje se për ç'a ndodhi ajo gjëja që ndodhi. Atëherë, ka qenë par vjet, se Zori lindi në janar, par vjet, si i bie, se Zori lindi këtë vit në janar, në 2024-ën, të jemi më të sakt, fillimi i 2024-ës, që unë nuk e dija, por që kisha ngelur shtatzane. Tani, kështu supozohet të isha, sepse kur bëra testin, më kanë dalë 2 viza. Do me thënë, isha shtatzane. Ka qenë periudha janarit, më duket mbas festave a shkur, diçka e tillë, nuk e mbaj mirë shumë mend, duhet ta shikoj te mesazhet që kam folë me burrin, po diku aty ka qenë mbas festave në janar, ka qenë po në janar. Edhe okay. Ishte kështu që normalisht
unë kisha nuk është se kisha dhimbje barku shumë, por duke llogaritur ditët e mia të menstruacioneve këto, bëra testi se edhe nuk e mbaj mend shumë qartë me thënë drejtën se kam qenë dhe çike hallakatur ato kohë. Nejse, bëj testin edhe testi më del që isha shtatzane dhe ka qenë ditë e premte në mos gaboj, o jente ose e premte, e mbaj mend këtë gjë, sepse, do thoni ju pse, kur bëra testin që më doli pozitive, unë, kam qenë në ato periudhë, ka qenë koha kur unë isha në periudhën e marrjes së licencës. Do me thënë, bëja kursi për licencën, edhe, me thënë të drejtën, nuk do e doja një shtatzani në ato kohë, për arsye sepse kisha frikë edhe me të vërtet ashtu është, që do më stoponin për licencën, ndoshta do më prishin edhe kontratën e punës, se nuk lejoheshe, dhe e vërtet kështu është, sepse më kanë shkruar goca të tjera që kur kanë ardhur këtu si infermiere, se normalisht duhet të bësh edhe testin atë për licencën gjermane, nuk duhet të kesh diçka që të pengoj, për shembull shtatzania, sepse unë nëse do isha shtatzane nuk do shkoja më as në kurs, nuk do bëja më as licencën, as në punë, e kupton, edhe këta normal nuk ju intereson një person i tillë. E marrë vesh që isha shtatzane edhe, normalisht ishte, e dim, është një emocion më vete që mix emocionesh, sidomos për herë të parë që unë nuk e di, isha edhe vetëm, në të dyja vetëm kam qenë, por edhe pastaj e mbaj mend që kam pas dhimbje barku mbas ditën tjetër, edhe unë nuk shkova në spital, me thënë të drejtën, sepse kisha këtë frikën të shkoja në spital, sepse do e merrnin vesh se unë aty punoja. Por nga ana tjetër ishte diçka që do ndodhte, sepse në ditën tjetër unë pat ditën tjetër ose mbas 2 ditësh diçka e tillë, isha 4 javë që tregonte testi, nga ato testat që tregojnë edhe javët, muaj, çfarë janë ato. Ditën tjetër unë që kam përpis këtu më ka përzoj. Ditën tjetër unë kam pas dhimbje shumë të këqija barku, kam pas dhimbje barku, do me thënë, dhe kisha frikë të shkoja tek spitali, kisha dëgjuar që, këtë unë, madje dikur më kanë thënë që edhe nëse shkon tek ndonjë ginekolog privat, e marrin vesh ata të punës, nuk e di sa e vërtet është, gjithsesi unë nuk shkova. Ditën tjetër kisha shumë dhimbje, vendosa të shkoj pastaj. Kisha shumë dhimbje, thash, të shkoj ku të shkoj, unë do shkoj në spital. Por në momentin që unë e vendos të shkoj në spital, shikoj që kisha gjakderdhje. Atëherë çdo gjë kishte mbaruar, dhe shkoj në spital, ata nuk po e zgjidhnin dot, do me thënë në kuptimin që nuk po e vendosnin dot nëse unë kisha qenë shtatzane, çka kishte ndodhur, e kuptoni, më duket se më tha që ishte shtatzania shmitre, në mos gaboj, ajo doktoresha në spital, ndërsa doktoresha ime tha që nuk është kapur mirë nuk është kapur mirë, do me thënë nuk është ngjizur mirë, këto gjërat kështu, gjithsesi ishte diçka që nuk u bë, edhe kështu. Nuk isha nevojë për pastrime këto gjëra, unë isha shumë e pastër pastaj, doktoresha tha që je në rregull, duhet të tentosh tha për fëmijë tjetër, do me thënë jo kaq shpejt, mbas 6 muajve. Edhe, kështu më kishte, mbas 6 muajve më tha më duket, apo pas 3, nejse, kështu më kishte thënë edhe një shoqe, një kolegja ime në fakt, që nuk është mirë, tha, që të tentosh sërish kaq shpejt. Tani, çështja është këtu që në
prill pastaj, në prill ka qenë, do me thënë i bie mbas 2-3 muajve shkurt, mars, prill, aty mbas 2-3 muajve. Përpara se të kalojmë tu, do të thoya që, okay, kjo periudha që ndodhi, do me thënë, ky aborti spontan, me thënë të drejtën më mërziti goxha sepse kisha dëgjuar shumë fjalë që disa thonë që jo, po është pak problem të ngelesh sërish shtatzane nëse ke një abort përpara se të kesh fëmijën e parë, ose disa thonë që ngel shpejt shtatzane, edhe ishin shumë mendime, shumë fjalë. Edhe, okay, u mërzita me thënë të drejtën, nuk është se nuk u mërzita, por e mora edhe, të themi, e kalova pak, atë si që ndodhi, sepse, okay, mendova pozitivisht, mendoja këtë pjesën, to fjalët e tjera që ngel shtatzane shpejt, këto mendoja. Pastaj, okay, kaloi kjo periudha, në prill, si që thash, ndodh që shkoj në Itali, atje do takohesha me burrin tim. Ishte koha që burri nuk ishte akoma këtu në Gjermani, ta dini, që ishte, do me thënë, nuk i kishin futur letrat akoma, në mos gaboj, nejse. Edhe në prill, do me thënë, takohemi tek vllai aty në Itali, nejse. Dhe kur kthehem pastaj, ka qenë fillim prillit. Ka qenë data 1-2, diçka e tillë. Edhe kur kthehem nga 18 ka qenë data. 18 prill, 20, 18 diçka e tillë. Po. Kur kthehem pastaj në Gjermani, aty pastaj atje ndodh mrekullia, por që ta merja vesh ndodh këtej normalisht, se nuk do ta merja vesh aq shpejt. Dhe, okay, vi në Gjermani pastaj, edhe mbas 2 javëve, në fundi i prillit, diçka e tillë, kam qenë në punë, edhe por një shenjë kishte filluar më përpara, me thënë të drejtën. E mbaj mend si sot, do me thënë, kur isha në shtëpinë time atje, te pjesa e kuzhinës, edhe uman te kuzhina, më merre mend për një moment. Kështu, edhe motra me shaka më thonë, Romilda, mos ke ngel shtatzane. Po jo, me thëmuna se ka shpejt. Edhe kjo ishte shenja e parë, pastaj, mbas 2-3 ditëve kështu, kisha dhimbje barku. Edhe mendoja, thoja, okay, pse, do me thënë, prisja ditët e mia të më vinë të cikli, edhe në punë po e njëjta gjë, por një ditë ndodhi që kisha shumë dhimbje. Edhe shikoj llogaris ditët, vendos të marr test. Marr testin e parë, në ato të thjeshtët, shikoj Romilda, 2 viza. Aty nuk po i besoja syve, nuk e di. Ishte diçka e papërshkrueshme, dihet ajo, se duke fjalë ta përshkruash. Pastaj blej prap test, e keni parasysh, gjitha kështu jemi, besoj që derisa të bindemi tamam, derisa të shkojmë tek doktoresha. Dhe unë nga që kisha dhimbje dhe kisha kaluar atë gjën më përpara, dal jashtë, do me dal direkt në qytet, edhe shkoj tek ginekologët pa takim fare, tek i pari, se këtu është kështu, nëse shkon diku për shembull që je pa takim, do presësh. Edhe unë thash, okay, do pres atje, sa tjet vetëm të më kontrolloj, të paktën që ta di si është gjendja e këto gjërat. Okay, shkoj tek ginekologu i parë që gjej, se e imja ka qenë me pushime atë ditë, ato kohë, po ka qenë me pushime, në mos gaboj. Edhe shkoj, më viziton mua doktori, edhe urime thot, jeni shtatzan. Aty do me thënë, ishte djenja më e bukur, edhe normalisht e pyes doktorin, i tregoj çam kishte ndodhur më përpara, e këto gjëra kështu. Edhe ja, goca, e shikoni që
ndonjëherë, duhet ti dëgjojmë doktorat kur thotë që duhet të prisni për shembull mbas një aborti 3 muaj apo 6 muaj, por ka raste për shembull që nuk e di, është ajo ndjesia ose si ta them unë, trupi është gati, e kupton vetë, edhe e le veten të lirë edhe ndodhin gjërat e bukura pastaj. Edhe marrveshun që jam shtatzan, i them burrit direkte. Ai nuk po i besohesh e njëherë edhe... Jo, në fakt burrit i kam thënë, se nuk do të... burrit i kam thënë që kur kam bërë testin. Edhe ky normalisht u gëzua, por po më thoshte, e keni parasysh nuk donte të gëzohej aq shumë, sepse thoshte të shkoj njërë të doktori, si qyshtek, sepse nga ajo që kishim kaluar edhe kishte frikën, do me thënë. Edhe derisa u vërtetua kjo gjë, ka qenë kështu, kemi qenë kështu në angë të doktori, pastaj. Pastaj doktori më lërnë ato takimet e para, fillojnë se këtu 4 javët e para, apo 6 javët e para, nuk jam shumë e sigur tani, se muajt e parë fillimit, i ke vizitat çdo një javë, çdo javë mi pati bërë mua jo, çdo të martë në mos gaboj, po. Edhe, pastaj i tregoj normalisht edhe familjarve, gëzojnë shumë prindërit, të gjithëve, mbas 3 muajve më duket, muajin e 4 apo të 5 e kam bërë publike që e kanë marrë vesh dhe familjarët dhe publike, që ishte shtatzane. Edhe pastaj vazhdoj shtatzania ime kështu duke bërë vizita të gjitha dhe unë nuk e di, me thënë të drejtën, nuk jam shumë e sigurt muajin e 4 apo të 5-in, kam marrë ndalimin e punës që nuk kam shkuar më në punë. Kam ndruar edhe ginekolog, kam shkuar tek një italian, kam pas një turke me thënë të drejtën, por ajo nuk ma jep të këtë që të mos shkoja në punë, sepse me thënë të drejtën unë kisha frikë, sepse unë punoj në një stacion urologji që këtë bësh këtu në çdo spital këtë bësh me pastrimin me larjen, pastrimin e pacientëve, e ku ta di unë. Po kisha frikë se mos merrja ndonjë infeksion më shumë. Edhe plus qëllonte ndonjë pacient dhe me korona, kisha frikë se mos infektohesha, se pacientët ndonjëherë dalin edhe nuk pyesin, apo ku e di unë, shumë gjëra. Edhe doja ta shijoja, me thënë të drejtën, edhe pa shkuar në punë, të isha më e kujdesshme, se shtazania e parë të gjithë kështu e kanë, duhet të jemi sa më të kujdesshme, ku e di unë. Edhe pse unë kam pas një shtazani, shqyr Zotit mos të qahem, të qetë, nuk është se kam pasur probleme, shqyr Zotit, nuk më ka dalë të themi ndonjë problem, çdo gjë e kam pas mirë. Vetmja gjë që unë kam pas ka qenë tiroidet, dhe që në momenti që unë linda, pastaj nuk i vazhdova me marrjen e ilaçeve, sepse jam okej tani. Kaq, se kam pas në gjë tjetër, me thënë drejtën, shtazani, jo. Edhe, muajt e parë unë i kam kaluar vetëm të shtatzanis, deri në javën e 12-13, kam qenë në Shqipëri, pastaj, se di s'maj mend se ndejta atëherë në Shqipëri 10 ditë më duket, ka qenë edhe për ditëlindjen time. Pastaj kam ardhur prapë në Gjermani, pastaj kam ikur nga fundi i gushtit, që kam pas edhe 2 dasmat, kështu që e kam kaluar pothuajse të gjithën vetëm. Ka qenë një periudhë, do me thënë që, mërzitesha goxha, sepse doja që të kisha Ilirin, të ishim të dy, të shionim të dy dhe këtë periudhë në shtatzanis, por s'ke që ti bësh ndonjëherë, kështu është jeta, edhe më rëndësi ka që ne jemi bashkuar tani që lindi goca, edhe që nuk kemi, do me thënë nuk kemi më të ndarë. Njëri andej edhe njëri këtej. Edhe,
Tjetër, gjatë kohës së shtatzanis, kisha, nuk e di, mendoja ndonjëherë, se di, edhe mendime pozitive, edhe mendime ndonjëherë jo të mira, negative, nuk e di si mund t'i them. Pse di, ju kapin edhe juve këto, për shembull, kur mendoni për bebin tuaj, si do jetë, deri në momentin që ai del, ai keni dhe ju këto mendimet kështu 9 muaj, se di, edhe pse shkoje, i bëje gjitha vizitat, bebin e shikonte doktori, thoshte e ke shumë mirë, këte andej, prap derisa të dali fëmia, e ke mendjen fiks për zotin, e keni mendjen aty se si do jetë, si do ketë, nuk e di. Edhe këto. Pastaj vazhduan vizitat çdo muaj, si që tregova. Nuk e kam bërë dot ekon morfologjike tamam të Zojit, që t'ja kapja foto, sepse nuk rinte. Zoji gjithmonë i mante duart kështu. Gjatë periudhës së shtatzanis, me thënë të drejtën, unë kam qenë njëri aktiv, goxha aktiv, zgjohesha edhe herët edhe pse flija vonë. Me thënë të drejtën, kam marrë goxha kile, kam shku gati 100 kile, shqyr zotit i kam rëdzuar tani, jam në peshën që kam qenë, edhe përsa i përket gjumit të shtatzanis, nga mëngjesi, unë nuk është se natën Zojnë nuk e di, por mua nuk më ka ndodhur si këto që thonin që jo po e dëgjoj bebin kur është në gjumë. Do me thënë që ishin në gjumë edhe e dëgjoni bebin që lëviste. Jo, unë nuk është se kam dëgjuar Zojnë kur flia gjumë, me thënë të drejtën. Ndoshta dhe ajo flinte gjumë bashkë me mua, nuk e di. Zoj tani është më shumë aktive, se që ka qenë të barku, normale. Edhe lëvizja, unë çdo gjë e kam bërë vetë, sepse e thash që e kam kaluar shumicën në shtatzanis vetëm dhe unë kam jetuar në një pallat ku kam qenë në katin e 3-4 të bie, se e kisha shtëpinë me 2 kate, edhe me shkallë, ushqimet vetë, çdo gjë do me thënë, vetë. Por, okej, nuk është se e kam pasur problema, po më mirë kështu, se sa të rria pa bërë asnjë gjë fare. Se dhe ashtu nuk kalohet, Tani, po mundohem që të kujtoj ndonjë pyetje që më kanë bërë gocat që donin të dinin gjatë periudhës së shtatzanis. Kam bërë edhe NIPT testin. Gjinien e bebit e kemi zbuluar me anë të NIPT testit, ku aty bën edhe analizat për sindromat e tjera, që mund të ketë fëmia dhe çdo që ka dalë okej. Për këtë pjesën e NIPT testit dhe testit të shtatzanis, me thënë të drejtën, ty tregoj këtë histori në vogël. Ka qenë kur kam qenë periudha në Shqipëri, për ditëlindjen time, unë këtej kisha bërë NIPT testin, por nuk ishin dalë akoma përgjigjet. Edhe shkoj në Shqipëri. Doja që ta zbuloja, me qenë se me këshin thënë që me eko mund ta zbulosh edhe më përpara, dhe ka goxha që e kanë zbuluar edhe më përpara, do me thënë në javën e 12 e pak ditë isha una. Edhe vendosa, thash, okej, unë dua që t'ja bëj vetes të dhurat për ditëlindje, ta di se çfarë është bebi. Këtë i kisha bërë NIPT testin, po pa marrë përgjigje, u thash dhe shpar. Okej, ka qenë periudha që ishin edhe ishin me pushime në Shqipëri këto privatët, se nga nuk kemi qenë. Edhe, okej, vendos me burrin që të shkojmë tek shtetërori, në Elbasan flas. Shkoj atje, o zoti madh, nuk e di, vetëm kur kujtojmë vjen për qeshu që kur të shkoj në Shqipëri me Zojin, do shkoj me Zojin atje dhe do të them ja ku është çuni që ju më tha që e ke çun, se kështu më tha. Kështu më tha i doktori. Edhe shkoj atje, ky më kontrollon. Edhe më tha mua ky,
je vogël, tha, për ta kuptuar, tha, se qa është baby. Okej, thash, nëse nuk e shikoni dot, thash, në rregull, më lin, nuk ka problem, unë erdha thjesht që nëse shikohet ose jo, nuk është se shfundi i botës nëse nuk e marr vesh tani. Këta tani, ky doktori tani, që mos më përzinte kështu, ose normalisht ishin juan lekët, e kuptoni ju, ose do thoni ju, jo po pse i dhe lek, tani në Shqipëri e dim se si funksionon, që ta bëjmë punën më mirë, e duna i bakshish. Themi të vërtetën, edhe pse është e dhimbshme. Edhe, duke qenë se këtyre ishin juan lekët, ky, mos më nxirrte mua bosh, gjasme po e shikon, ja ku është kështu ky. Edhe, i kishte thënë burrit tim, unë e dëgjova unë, kur thaj që e ke qelluar në shenjë ja bënte. Edhe kishte shkruar te letra, ky djalë, mashkull. Bëj këta unë, një mini fest vogël, me atë tollëmbacën për zbuluar gjininë e bebit. Por, e dini ju së vërtet që instinkti i nënës, kur thonë, brenda thellë meje, edhe pse e bëm të festën dhe që u zbulua që është çun, nuk e di pse nuk isha 100% e bindur që unë e kisha çun. Moj nuk e di, s'më linte diçka këtu që ta shijoja tamam. Nuk e di pse. Edhe ataja festën, do me thënë videon që kam bërë, nuk e kam nxjerr pa marrë përgjigjen këtej, sepse i thoja burrit, jo, prisë do presa dhe ata, thellë brenda vetes time e dija që diçka do ndodhte ndryshe. Plus emra, shikoja emra për çuna, moj nuk e di, nuk më gjiste asnjë emër çuni, ndërsa për emër goca unë tashmë e kisha gati, që kur mora vesh që isha shtetëzane. Më pëlqente shumë emri Zoit, që kur e kam gjuar që përpara disa viteve, edhe e kisha këtu që madje e kisha shkruar në telefon që në momentin kur të jesha zane, nëse do i kem vajz, kur do që të jetë, doja vej emrin Zoi. Nejse. Edhe nuk më gjiste asnjë emër djali, kur them asnjë goca për Zotin. Nejse, maroj kjo gjë, kthehem në Gjermani, mbas një javë mu vonua dhe një testi, një javë, 2 javë kështu, kur më vjen përgjigja me, jo, e marrë në telefon një për para se të më vijë zarfi në shtëpi. I shkruaj të marrë në telefon edhe i pyes, edhe më thonë mu, është një vajzë? Unë kështu, qa? Po, tha, unë shikoj këtu që është një vajzë. Okej, thash, u gëzova. Okej, jo se u gëzova se është vajzë dhe se nuk ishte çun, se për të dyja do ishte njësoj. Por shikoni se qa bëhet, do me thënë, në Shqipëri, për mos nxjerr ai ty bosh, edhe thjesht, do me thënë, në ata që kishte thënë burrit tim që ke qelluar në shenjë. Imagjinoni, vazhdojnë akoma me atë mendimin që duhet jetë çun, ke qelluar në shenjë ti se është çun. Nuk e di, do me thënë. Por kur mora vesh që ishte goca, o zot, jam gëzu pa mas, e marr burrin dhe i them kështu. Ai qesh, nuk është se normale, se burri im thot kështu që jo se nuk e do çun, se burrat dihet më së shumti duan çuna, po ky thjesht ka këtë mendimin që thot do e doja më së shumti të ishte i pari djalë, sepse thot është krah për të tjerët, për shembull, nëse do jetë vajzë e dyta, pastaj tjetë ça tjetë, e kuptoni? Po të paktën e di që të themi motra do ketë një vëlla më të madh për ta mbrojtur në botën e egër që është sot, e kuptoni? Vetëm për këtë fakt. Se jo se është kundra, ai madje ka thënë tjetë ça tjetë, nuk e kam problem, mjafton që tjetë mirë me ka me duar. Edhe sot nuk e di, do me thënë nuk e di, besoj se do kishte këtë marrëdhënie kaq të mirë me Zoin, sa që mund ta kishte me çunin, se kot nuk thonë më, gocat janë për babat më. Edhe unë i thoja kur isha shtatzane burrit që okay, ti e do çun, po çuni do jetë për mua, kështu që goca do jetë për ty. Ai qeshte. Edhe kështu goca, e marrë vesh do me thënë që do bëja një baby gocë dhe ashtu ndodhi. Edhe pse pastaj ndonjëherë më thonin që jo po, mos ka dështuar një testi, jo po kështu, jo po ashtu. Por jo, një testi është 99.99% i sigur që si del. Kam parë raste, nuk e dije.
si ka ndodhur, apo edhe kam lexuar që thoshte që u ka dështuar një testi, po si ka mundësi, nuk e di këtë gjë. Edhe, kur jam diku te 5 muajshe më vonë, shkoj edhe në Shqipëri, sepse pata 2 dasma, sa kam kërcyer o Zoti i Madh, nuk i keni ide. Prandaj Zoji është kështu direkte, sa do të kërcej. Ka kërcyer që në bark, edhe më thonin që mos kërcej shumë se do ta nxjerrësh papia kur vaj. Po, mami kërcej edhe kërcej kështu. Katjushkën me shpejt madje. Asgjë nuk ndodhi. Në atë periudhë, goca, në muaj 6, unë kam pasur entje këmbësh. Ndoshta ndodhi edhe se u lodha që pata aty dasmat, por kjo gjë mua më filloi pak kur isha dhe këtu. Në Gjermani, me thënë të drejtën, më rrit pak këmba. Edhe mua tani, sot e kësaj dite, unë 38 e kam pas këmbën, por më kam pas bërë dhe 37 e gjysëm. Ndërsa tani e kam fix fare 38. Madje ka raste ndonjëherë që varet nga prerja edhe 38 e gjysëm. Dhe pata entje këmbësh, por nuk është se vazhdoj shumë, kjo një muaj pak kështu. Kjo ka qenë ajo që kam pasur. Tjetër gjë për shtazani, nuk i kam përdorur ato çorapet të cilat të shtrëngojnë këmbën, ato e harrova si quhen tani ato. Nëse si kam përdorur, edhe pse më thonin meri, e di që nuk do t'i maja dot, prandaj nuk i mora. Unë vetëm te pjesa këmbëve kisha çika të fryrjen. Edhe kështu, pastaj tjetër gjë. Në tetor vjen burri, se normalisht unë do ndroja shtëpi, edhe ka qenë muaj 8, kam qenë në muajin e 8 kur unë kam ndruar shtëpin, edhe atëherë ka ardhur edhe burri që ka lënë punën në Shqipëri dhe ka ardhur këtu, se normalisht unë do lindja dhe duhet që ta kisha këtu për të më ndihmuar, sidomos për ndrimin e shtëpisë, ose edhe për gjërat e tjera, se sa vije dhe rëndohesha më shumë, edhe pse unë kam qenë shumë aktive, me thënë të drejtën, edhe deri në fund të shtatzanis, po prap muaj 9 njëherë rëndohesha shumë, nuk e cije dot fare. Edhe ndrova edhe shtëpin, edhe gjitha këto jam marrë, i kam bërë vedo, me thënë, fshirja, larje, qa janë këto gjitha. Nëse se kjo është histori më vetë, ndrimi i shtëpisë këtu, por kështu. Pastaj, më e bukur është që burrit i kanë dalë letrat 1 muaj përpara se unë të lindja, kështu ka qenë? Po, më duket në dhjetor i kanë dalë ati. Jo. Në dhjetor? I kanë dalë në shkurt. Linda unë, edhe i dollën direkt. Po, unë linda dhe ati i dollën në shkurt, kështu ka qenë. Po, kështu ka qenë. Dhe sa mirë, se i mbaroj 3 mujori, direkt i dolën letrat. Unë në fakt i pata bërë shumë emaile zyres së huajve këtu, i pata marrë dhe në telefon, i pata bërë shumë emaile, i thoja jo kështu, jo ashtu, jo kështu, jo bëja pak dramatike gjërat, nejse, dhe shqyr Zotit dolën letrat, pastaj mbas 6 muajve, fiks mbas 6 muajve kanë dalë letrat e burrit tim. Dhe natën që lindi Zoji tani, se u tregova që kështu, si kjo video do zjatet, mos u mërzisni. Me datën 9, me datën 9 janar, ka qenë ora 8. Siç thonin, do me thënë që jo po bëj ushtrime, jo po ec kështu, jo po bëj ashtu që të ndihmosh që të lindesh më shpejt. Asgjë nuk bën punë. Kam bërë ecje, kam bërë ushtrime, ku ta di unë, jo. Por, atë nate, siç thonin, edhe unë i bëja. Atë nate isha duke bërë një ushtrim, kam qenë këtu përpara të televizori, edhe vetëm kur ndjej diçka, shkoj në banjo, dhe më dukeshin, thash,
Pastaj vi prap këtu. Pastaj prap diçka tjetër ndodh. Shkoj edhe një herë në banjo. Edhe thash zemër, thash, më duket se tani do ikim në spital, i thash. Ai po qeshte Iliri. Okej, bëhem gati. Unë mora ambulancën, nuk është se ika me makinën tonë, sepse nuk e di, e kishim makinën e atëre? Jo, nuk e kishim makinën, jo, se kemi arë me taksi, jo, nuk e kishim makinën. Mora ambulancën, nejse, bëra dushe këto, përgatitjet e fundit, mora çantat që kisha bërë gati, çantën time, dhe nuk është se kisha dhimbje, thjesht pata ujrat që të rrjedhin, edhe pastaj vjen ambulanca, ato kështu, je mirë, ke dhimbje, jo po kështu, jo, thash jam mirë, s'kisha dhimbje, shumë pak kish filluan, shumë pak më vonë. Sa shkova në spital, pak fare. Okej, shkoj te dhoma ime, në fillim shkoj tek dhoma e lindjes, sepse ajo do ishte dhoma e lindjes. Do ua tregoj në fund të videos 2-3 sekuenca video, se i kam këtu që ta shikoni edhe juve, pjesë, shikoj që kam këtu, që i kam filmuar, edhe shkoj në dhomë të lindjes, edhe atje pastaj në orën 8:30 vin këta, 9, bëhem me ato regjistrime që janë ato budalliqet, kështu, burri rrin deri në orën 11:30, se mbas orës 12 nuk lejoheshe, jo, që të rrija. Nuk lejoheshe që të rrinte lart te dhoma ku janë dhe gratë e tjera, dhe mbas orës 12 nuk lejoheshe. Okej, ishte çdo gjë në rregull, më kontrollojnë, vizitojnë ato procedurat e veta. Pastaj, kështu pak nga pak më fillojnë mua dhimbjet, pak nga pak. Edhe nuk kam fjet fare atë natë, duke gdhir data 10. Edhe plus kisha në dhomë një që kishte lindur dhe ai fëmia qante shumë fare, çdo 5 minuta, vetëm qante. Edhe në orën 3 unë kisha vizitën tjetër, në orën 3 të mëngjesit. Shkoj, duke qenë se nuk ishte lindje atë natë, më thot ajo mamia që mund të rishte dhoma jote, thot këtu, thot se s'ka gjë, edhe unë i thash që lart, thash unë është një fëmijë, thash që qanë dhe unë s'kam fjet fare, edhe doja që të qetësohesh, që të isha gati, kur të ndodhte lindja. Okej, tha ajo rri këtu, se s'është problem. Edhe kam dejtur aty, po kam fjetur, thua? S'kam fjetur fare, sepse më filluan dhimbjet, kisha dhimbje. Edhe vija dhomës për qark aty, isha vetëm, deri sa gdhiu, edhe erdhi burri pasaj, dhe vërtet goca, burri është një, nuk e di, për veten time, kur të bëj fëmijë tjetër, kismet Zotit, dua ta kem sërish. Është sikur të lehtëson dhimbjen ta kesh aty me vete, nuk e di. Unë ato orë që se kisha, që ai nuk ishte aty, se si më dukeshe. Në momenti që ai erdhi, sikur u lehtësova qik. Edhe aty filluan dhimbjet pastaj, të bëhen me të shpeshta, në mëngjes, mora, më jepnin në ndonjë qetësues, po jo shumë, se normalisht duhet isha me dhimbje. Edhe në mëngjes, kështu nga ora 9-10, unë më bëjmë vaskën, shkoj te vaska për qetësim. Okej, qetësohem aty pak, por sa po dal në vaska, mbas 10 minutave të themi, fillojnë sërish dhimbjet, dhe normalisht dhimbjet fillojnë dhe më shumë. Fillojnë shumë, unë s'po duroja do të me, i thoja më jepni qetësuesa, se nuk e duroja me thënë të drejtën. Ata nuk më jepnin më qetësuesa, edhe unë nuk ishte isha gati, se 2 cm isha hapur, nuk isha hapur shumë, po dhimbje kisha shumë kisha dhimbje me thënë drejtën goca. Edhe mbaj mend që deri mbas dite vonë kam duruar, deri në ora 5, 6, se disa ka qenë ora, se Zoj ka lind në orën 9, pa 10. Ai që ka qenë ora 6, deri në orën 6 mbas dite, se arrita të duroja, bëja xhiro, ato me frymarrje njëherë, nuk e di, ajo thoshte, lëshoj e frymen, po unë kisha aq shumë dhimbje sa nuk e bëja dot edhe atë tamam. Nejse, pastaj këto më thonin që mund të bësh epiduralin e këto gjëra, normalisht i thon këto gjëra. Unë deri në ato momente
e kisha vendosur që nuk do ta bëja epiduralin. Edhe nuk e kisha menduar dhe as 6-7 zanis për ta bërë, me thënë drejtën, se kisha lexuar, kisha parë edhe pozitive edhe negative komente edhe e kisha në mëdyshje. Pastaj duke folur dhe me Ilirin, pastaj duke folur dhe me atë me doktorat aty, vendosa që ta bëja epiduralin. Dhe më kam bërë 2 herë epidurial, do thoni ju pse. Herën e parë nuk më ka funksionuar. Më duket mos i ngatroj anët, në një anë funksionoi, në anën tjetër nuk funksionoi. Do me thënë e majta e djatha, diçka e tillë. Edhe kur ma kam bërë epidurialin, kanë qenë 2 anestezist, njëri që e bëri dhe tjetri që e asistonte. Kështu quhet asistonte. Dhe nuk e kam djerë fare. Nuk e di pse thonë që të dhemb, apo ku e di unë të futet gjitha ajo kështu, unë se kam parë, por unë nuk e kam djerë fare. As sikur, ku e di unë, as miza, sikur i qatë pickon grerëzën në ndjen, nuk e kam djerë fare, sepse ata ta mpinin një herë. Dhe bëra unë këtë. Okej, supozoj që të më ndalon të dhimbjet, po thash, ndaloj pak për momenti kur filloj e ndjeva ata ndryshimin që një anë po, një anë jo. Edhe më duke i sikur ndonjëherë thonë, po më duke i vetja sikur po mendonin që unë po i mashtroja, apo ku e di unë diçka, thoja unë o zemër, unë nuk jam mirë, se unë një anë e ndjej, një anë kështu, kthehesha në atë anën që më dhimbte nuk e duroja, do të kuptoni? Ndërkohë këta erdhën, pastaj nuk e di se ç'a bën, ma ngritën pak më shumë, ne se provuan ca gjëra, ata që e kishin, edhe prapë njëjta gjë, edhe këta pastaj kishin ndruar turnin, kishin ikur, unë nuk po mundesha, po më dhimbte, kisha shumë dhimbje. Edhe vjen pastaj kjo e turni tjetër, edhe kjo ishte një anesteziste, ishte grua, por kjo ishte, nuk e di, lumt dora, në kuptimin që as nuk kam djerë as këtë, por direkte edhe isha, nuk kam djerë as gjë më pastaj, kuptoni, mikën dhimbjet. Jo vetëm nga një ram, po funksionoi komplet. Edhe kur thoshte Aeromilda tani duhet kesh dhimbje, jo thashë nuk kisha dhimbje. Edhe aty pastaj unë qetësohem, ka qenë ora 7. 7, po, ka qenë ora 7 mbas dite, unë aty qetësohem edhe ha diçka, se më thonë ata që ha se duhet kesh qip fuqi. Unë e kisha vendosur mos të haj se kisha turp, në kuptimin kur të lindja. Edhe jo, thot ajo, mos ke turp, thot ajo, ti do lindësh, thot ajo, ato që ke për t'i nxjerrë, do t'i nxjerrësh. S'ka si gjë. Fundja, dhe unë e bëja të punë, si infermiere që jam. Nuk është për turp kur shkon në spital. Nese, edhe ha pak, dhe pastaj nga ora 8 kështu, më fillojnë mua dhimbjet e lindjes. Sepse, edhe pse bën epiduralin, dhimbjet i ke, e ndjen kur të del fëmia, por thjesht e pjesa e barkut, ato dhimbjet si kur të vinë menstruacionet nuk i ke. Dhe, kështu ndodh, pastaj në orën 8, i kam ato dhimbjet, dhe 8:20 e gjys kështu, se disa ka qenë ora mirë, filloi do me thënë procesi i lindjes aty, edhe vjen kjo mamia, ka qelluar një mami dhe një praktikante, po ajo ishte shumë e mirë, me thënë drejtën, si duket, ajo kishte kohë aty, edhe kështu që edhe mamia që më qelloi ishte shumë e mirë, ishte huaj ajo. Nuk e di, mua më ka pëlqyer shumë kujdesi që ajo ka bërë për mua, më motivonte, më fërkonte, nuk e di, ishte shumë e mirë, më kam pëlqyer shumë, të gjitha në përgjithsisht. Dhe aty pastaj lind Zoi, se dhe u çua kjo, aty lind Zoi, vjen dhe doktoresha në fund i ka ardhur, me thënë të drejtën, momenti që Zoi filloi të dilte, edhe për gjysmore, 20 minuta, gjysmore, nuk e di, diçka e tillë, Zoi ka lindur, e kam lindur Zoin do me thënë, edhe ka lindur mirë, shqyqër Zotit, çdo gjë shkoi mirë, pastaj unë kam pas edhe burrin aty gjatë lindjes,
Edhe ishte, si që thash edhe më sipër, ishte vërtet një mbështetje shumë e madhe. Shumë e madhe, sidomos procesi kur morëm Zoe në krah, kur ai preu kërthizën, se këtu kërthizën ja pret babi, nuk e di ku jeni ju si ndodh, edhe ishte, nuk e di, ishte vërtet, unë rilinda me Zoin. Besoj se edhe ai, edhe aty filloi jeta e vërtet e jona, dhe tani me Zoin normalisht. Edhe pastaj që qëndroj në spital 3 ditë, ditën e 4 dal, me qenë se ata donin të bënin dhe vizitën e pari bie, unë isha o dyshi, të Zoit aty. Çdo gjë shkonte okej me Zoin ato ditët. Normalisht i bëra edhe vaksinën e RSV-s, në mos gaboj nëse e the mirë që thuhet, edhe vim në shtëpi pastaj. Edhe kjo ishte eksperienca ime e lindjes, nuk e di nëse kam harruar diçka për ta shtuar, por nuk është se kam pas ndonjë lindje, u çuzoi ul. Ato vdes mami. Nuk e se kam pas në i lindje të themi për shembull që, këdi unë, dhimbja ti kam pasur, po që të kem vuajtje shtesa po diçka, jo. Dhe nëse do ta bëja sërish epiduralin, përgjigja ime do ishte po, edhe e kam ndërmend kismet Zotit, kur më japi Zoti, kur bëjmë një fëmijë tjetër me kismet Zotit, mendoj që do ta bëj sërish epiduralin, edhe kjo varet dhe nga doktorat, se ndoshta këto eksperiencat e këqija janë varet nga kush të qëllon për ta bërë, por unë do ta ribëja. E kam ndryshuar mendimin që nuk do ta ribëja. Kështu që më mirë e bën dhe e bën vetë, se sa të shkosh me operime edhe qash. Pastaj si dihet asnjëherë se ç'a ndodh, por unë do ta ribëja epiduralin. Edhe kjo ishte historia ime e shtatzanis dhe e lindjes. Do ju le 2-3 fragmente dhe e di që kjo video u zjat, por doja ta bëja këtë storyn, me qenë se e shpjegova edhe çfarë, ndoshta disa nga ju nuk kanë rrjete sociale të tjera, kanë vetëm YouTube-in edhe këtu mund ta shikoni. Tani unë ju përshëndes, se duhet shkoj të marr Zoin, se ajo u çua, edhe nuk e di, ju pëlqejnë këto video kur unë tregoj eksperiencat e mia, diçka që kam kaluar. Më bëni komente si ju duken, edhe mos harroni të më bëni subscribe, share, like, komente, se kjo e dini ju ma. Ta arrim 1K, hajde pra ta arrim 1000 subscribe. Tani, Ika, ju përshëndes edhe do shihemi, se na dollën veshët e lapushet, nejse, ju përshëndes edhe shihemi në video të tjera. Bye bye!